Numri turistëve që zgjedhin të vizitojnë qytetin e Beratit është gjithnjë në rritje. Ata shprehen të mrekulluar me natyrën dhe objektet e trashëgimisë kulturore të këtij qyteti. Në një postim në rrjetet sociale, ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha solli opinionet e dy turistëve Sabina dhe Sindra, që janë mahnitur nga trashëgimia e Muzeut Onufri dhe ikona shekullore që rrëfejnë historinë shqiptare. Sabina dhe Sindra janë dy turistë studezë të ardhura nga Stockholmi, që kanë vizituar Beratin për disa ditë. Ishte shumë bukur të shihej ikonat fetare nga aq afër këto punime origjinale. Ua rekomandojmë të gjithëve të vizitojnë Beratin dhe muzeun, thot Sindra në videon e postuar në rrjetet sociale. Koleksioni i Muzeut Onufri përbëhet nga 196 ikona dhe objekte liturgjike të cilat tërheqin gjithnjë më shumë vizitor nga brenda dhe jashtë vendit. Muzeu i Ikonografisë Onufri është organizuar në ambientet e kishës Fjetja e Shën Maris dhe Kalan e Beratit për 27 shkurtit të vitit 1986. Muzeu mban emrin Onufri, kushtuar kryemjeshtrit të pikturës ikonografike shqiptare në shekullin 16. Katedralja, sipas mbishkrimeve që mbart, rezulton të jetë rindërtuar në vitin 1797, mbi themeljet e një kishe më të vjetër të periudhës bizantine. Ajo përfaqëson një nga arkitekturat më tipike pas bizantine në qytetin e Beratit.